Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në marrëdhënie, sot mund të ndjeni një nevojë të fortë për të komunikuar ndjenjat tuaja më hapur me partnerin. Beqarët mund të kenë mundësi të reja për të takuar dikë interesant përmes misive të përbashkëta. Në punë, planet tuaja mund të ecin ngadalë, por këmbëngulja do të sjellë rezultate. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj ushqimit dhe pushimit, mos neglizhoni sinjalet që trupi ju dërgon. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Disa mundësi të vogla për fitime shtesë mund të shfaqen, por analizoni mirë çdo ofertë. Mbani një qasje të balancuar dhe mos u ngutni në vendime të rëndësishme. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Sot marrëdhëniet do të jenë në fokusin tuaj, duke kërkuar më shumë përkushtim dhe mirëkuptim. Për çiftet, një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë në zgjidhjen e një keqkuptimi të vogël. Beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt përmes sharmin të tyre natyral. Në punë, energjia dhe përkushtimi juaj do të vijnë re nga e prorët. Mund të ndiheni pak të lodhur, prandaj merrni kohë për veten dhe relaksohuni pas dite. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë investime të mençura. Mos nxitoni me vendime të mëdha, por dëgjoni instinktin tuaj. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Në dashuri jeni të hapur për aventura të reja, por keni kujdes të mos premtni më shumë se sa mund të jepni. Marrëdhëniet ekzistuese mund të përfitojnë nga një surprizë e vogël apo një gjest i këndshëm. Beqarët do të ndihen tërheqës dhe do të kenë mundësi të reja për njohje. Në punë, idetë tuaja kreative do të vlerësohen, por mos harroni të jeni të organizuar. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me aktivitetet fizike. Financat kërkojnë vëmendje, një shpenzim i papritur mund të ndikojë buxhetin tuaj. Planifikoni me kujdes dhe shmangni rreziqet e panevojshme. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Sot do të ndiheni të afërt me partnerin dhe ndjenjat tuaja do të jenë më të thella se zakonisht. Për beqarët mund të lindë një lidhje e re nga një misi e vjetër. Në punë, përqendrimi dhe durimi do të sjellin sukses në detyra të rëndësishme. Shëndeti kërkon që të mos e neglizhoni aktivitetin fizik, ecja në natyrë do t'ju ndihmojë të çlironi stresin. Financat janë nën kontroll, por është mirë të shmangni borxhet e panevojshme. Një këshill nga një mik mund t'ju ndihmojë të merrni një vendim të mençur. Sot është dita e duhur për të reflektuar dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në aspektin sentimental mund të ndiheni pak të pavendosur dhe të kërkoni më shumë qartësi nga partneri. Beqarët mund të kenë dilema mes dy personave të ndryshëm. Në punë do të përballeni me sfida të vogla, por vendosmëria juaj do të ndihmojë të kaloni çdo pengesë. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor, pasi stresi mund të ndikojë në humorin tuaj gjatë ditës. Financiarisht, shmangni blerjet e mëdha dhe përpiquni të kurseni për të ardhmen. Një lajm i papritur mund të ndryshojë planet tuaja. Mos I lini pas dore miqt, pasi mbështetja e tyre do të jetë thelbësore sot. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Marrëdhëniet do të jenë të harmonizuara, sidomos nëse I kushtoni më shumë vëmendje partnerit. Beqarët mund të ndihen tërheqës dhe të gjejnë dikë që I kupton plotësisht. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate pozitive. Kujdesuni për shëndetin duke zgjedhur një regjim të ekuilibruar ushqimor. Financat janë të qëndrueshme, por është momenti I duhur për të filluar të mendoni për investime afatgjata. Një këshill e vyer nga dikush me përvojë mund t'ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme. Sot është dita për të krijuar themele të forta për të ardhmen. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Në dashuri, një bisedë e hapur do të zgjidhë një keqkuptim të vogël me partnerin.
Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që i sfidon intelektualisht. Në punë, përqendrimi do të jetë çelësi i suksesit, ndaj shmangni shpërqendrimet. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të pushoni mjaftueshëm. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, mos u përfshini në shpenzime të panevojshme. Një mundësi e re për të fituar parashtesë mund të shfaqet, por analizoni mirë çdo ofertë. Mbani një qëndrim të qetë dhe të matur ndaj çdo sfide që hasni sot. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Sot, marrëdhëniet sentimentale do të jenë në qendër të vëmendjes, duke kërkuar më shumë përkushtim dhe ndershmëri. Për beqarët, një takim i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e ditës. Në punë, do të ndiheni të motivuar dhe do të arrini të realizoni një detyrë të rëndësishme që keni lënë pezull. Shëndeti kërkon më shumë aktivitet fizik dhe kujdes ndaj ushqimit. Financat janë të qëndrueshme, por mos bëni premtime që nuk mund t'i mbani. Disa shpenzime të papritura mund të shfaqen, ndaj përgatituni me një plan rezervë. Shfrytëzoni mundësitë që ju ofrohen, por qëndroni me këmbë në tokë. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri, do të ndjeni nevojën për të shprehur më shumë ndjenjat tuaja dhe për të thelluar lidhjen me partnerin. Beqarët mund të marrin një ftesë interesante nga dikush që prej kohësh ka shfaqur interes. Në punë, do të jeni të organizuar dhe të fokusuar, gjë që do të sjellë rezultate të mira. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur ushqimet e rënda dhe duke u relaksuar më shumë. Financat kërkojnë vëmendje ndaj shpenzimeve të vogla që mund të grumbullohen. Një këshill nga familja mund t'ju ndihmojë të merrni një vendim të mençur. Sot është dita për të vlerësuar arritjet dhe për të planifikuar të ardhmen. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Marrëdhëniet do të jenë të qeta dhe harmonike, nëse tregojeni të durueshëm dhe të vëmendshëm ndaj nevojave të partnerit. Beqarët mund të kenë një takim të këndshëm me dikë që ndan të njëjtat interesa. Në punë, do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të fitoni besimin e kolegëve. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me detyrat dhe lini kohë për veten. Financat do të jenë të qëndrueshme, por është mirë të planifikoni shpenzimet me kujdes. Një investim i vogël mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Sot është dita për të bërë hapa të vegjël, por të sigurt. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për më shumë pavarësi, por mos harroni të ndani ndjenjat tuaja me partnerin. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që i frymëzon intelektualisht. Në punë, do të ndiheni të motivuar dhe do të arrini të përfundoni detyra të rëndësishme. Kujdesuni për shëndetin emocional duke gjetur kohë për aktivitete që ju pëlqejnë. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni rreziqet e panevojshme. Një këshill nga një mik mund të jetë e vlefshme për një çështje financiare. Sot është dita për të dëgjuar instinktin tuaj dhe për të marrë vendime të mençura. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Sot, marrëdhëniet personale do të kërkojnë më shumë mirëkuptim dhe durim. Beqarët do të kenë mundësi të takojnë dikë të veçantë përmes një aktiviteti social ose pune. Në punë do të hasni sfida të vogla, por aftësia juaj për të përshtatur do të bëjë diferencën. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur stresin dhe duke marrë kohë për relaksim. Financat do të jenë të qëndrueshme, por mos merrni vendime të nxituara për investime. Një lajm i mirë financiar mund të vijë nga një burim i papritur. Sot është dita për të qëndruar pozitiv dhe për të besuar në aftësitë tuaja.